Rasti që po diskutojmë ka një impakt drejt për drejt dhe në proceset e njëpasnjëshme zgjedhore në Shqipëri. Ajo çka mund t'ju deklarojmë shumë qartë dhe shumë pastër është fakti që zoti Edi Rama përdor shumë këtë hile dhe nga ana tjetër kemi zotin Sali Berisha, i cili nuk është i aftë plotësisht të marrë provën dhe ta dërgojë në sistemin e drejtësisë. Ky gjest është një gjest i rëndë, mosha e tyre, e të dyve, është mosha e vjetër tani dhe është goxha e rëndë. Pavarësisht interesave të mia personale në këtë garë, pavarësisht se të dy kam kundërshtar, nuk do ta bëja në asnjë rrethanë. Sot mund t'ju deklaroj që duke mos cënuar as interesat e mia personale në këtë garë, do ta vej përballë institucioneve të njëpasnjëshme për të marrë një zgjidhje.